fikon mandatet e deputetëve. Në anën tjetër, befasia e radhës ishte PDK-ja që kërkoi dorëheqjen tonë. Pra sërish, Partia Demokratike e Kosovës tha dorëzoni dorëheqjen. Nuk e di çka po presin, apo çka po presin që dalim shesh, që të themi që ne dorëhiqemi nga postet, për këtë e kemi bërë me shkrim, e kemi bërë secili nga ne, e kemi bërë para se seanca konstituive të filloja ditë, pra me 15 prill, dhe për të njëjtën gjë kemi njoftuar edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve para certifikimit të rezultateve. Në këto rrethana ne nuk e dimë se si do të vazhdojmë tutje, por është e qartë që ka tendencë të hapur për të bllokuar konstituimin e Kuvendit Republikës Kosovës dhe për këtë vazhdon të mbahen përgjegjës partitë opozitare. Partitët PDK dhe CDK i referuan në 26 për qeveri. Cili është qëndrimi juaj në lidhje me këtë ne, e para dhe e dyta, nëse këto parti po thonë se për të vazhduar tutje duhet të dorëzoni tërheqje formale. A i keni bërë këto tërheqje formale ashtu siç po kërkohet, dhe nëse po, aja mund të deponohen të njëjtat edhe në një shërtim tjetër të Komisionit për verifikimin e mandatit të deputetëve të procedurës. Shini,